E ftuar në fan club, Loredana u shpreh se ndihet e zhgënjur dhe distancohet plotësisht nga veprimi që Jozi ka bërë ndaj Gjestit. Ajo tregoi se situata mes tyre nuk ka pasur ende zhvillime dhe nuk kanë komunikuar apo takuar njëri tjetrin pas përfundimit të Big Brother. Vazhdon tensioni, do kisha dashur të shihja klipin me Jozin dhe të diskutonin për gjithçka ndodhi. Thjesht nuk ndodhi, tha Loredana, duke theksuar se nuk e di ende mirë se ku qëndron në këtë raport. Ngjarja sipas saj ishte shumë e rëndë dhe e papranueshme për t'u parë nga askush. Ajo theksoi se është distancuar totalisht nga sjellja e Jozit dhe se i vjen shumë keq që ajo zgjodhi të vepronte në atë mënyrë. Loredana u shpreh gjithashtu se kjo situatë e ka prekur emocionalisht dhe se familja e saj ka qenë më shumë e shqetësuar për qetësinë dhe mirëqenien e saj. Nuk pendohem për asgjë në jetë, gjithçka ndodh për një arsye. Nëse do të kthehesha pas, do të bëja të njëjtin rrugtim sepse kam mësuar shumë, tha ajo. Loredana pranoi se ka marrë një vendim, por nuk dëshiron ende ta bëjë publik. Ajo theksoi se nuk dëshiron ta agravojë situatën, duke lënë të kuptohet se po e përpunon ende gjithë këtë përvojë.